Papa Leoni XIV i pari udhëheqës amerikan i Kishës Katolike zhvilloi mëngjesin e sotëm vizitën historike në Xhamin Blu të Stambollit. Përpara se të hynte në kompleks, ai u përkul në shenjë respekti ndërsa imami dhe myftyu i Stambollit e orientua gjatë shëtitjes në ndërtesën që mund të presë deri në 10.000 besimtar. Vizita e cila zgjati rreth 20 minuta shoqëroi nga buzëqeshje dhe momente të shkujdesura përfshirë në koment të papritur për një derë me tabelën nuk ka dalje që shkaktoi të qeshura mes papës dhe shoqëruesve të tij. Papa do të qëndrojë në Turqi deri të dielën dhe udhëtimi i tij përfshin gjithashtu një vizitë në Liban. Ai është duke u vëzhguar me kujdes ndërkombëtarisht, pasi ky është udhëtimi i tij parë jashtë Italisë dhe përfshin kontaktin e parë me komunitet jo katolik. Megjithëse vizitoi Xhamin Blu, ai vendosi të mos vizitojë Hagia Sofin, ish katedralen e famshme bizantine, e cila u shndrua në xhami nga presidenti Erdogan në vitin 2020. Vatikani nuk e ka komentuar këtë vendim, ndërsa Papa e zgjodhi Turqinë si destinacionin e tij të parë jashtë shtetit për të shënuar 1700 vjetorin e Këshillit të Nikeas, që krijoi Kredron e Nikeas, të përdorur ende nga shumica e të krishterëve. Në një ceremoni përkujtimore të mbajtur të premten, Papa dënoi dhunën në emër të festës dhe nxiti komunitetin krishtian të kapërcejë ndasitë shekullore. Kjo vizitë tekson përpjekjen e tij për dialog ndërfetar dhe promovimin e paqes, duke ofruar një mesazh të fortë të tolerancë dhe respekti reciprok në një rajon me histori komplekse fetare.